Ora Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Të nderuar shikues të televizionit Tani Jam Islamin, mirë se erdhët në emisionin ton, emisioni i rregull çdo të diele prej orës 20:30, ku kemi të ftuar hoxhallah të ndryshëm nga troja tona shqiptare. Edhe sonte po fillojmë me lena Allahu ta Azza me emisionin ton Rruga drejt udhëzimit, ku transmetojmë drejt pas drejti live në Facebook, ashtu dhe në kanalin ton zyrtar të YouTube-s, dhe në YouTube jemi drejt pas drejti live. Të ndëruar vëllezër dhe motra, të ndëruar shikues, sonte kemi të ftuar hoxhën ton të ndëruar, hoxhën Saad Kelmendi, ku elos Allahun Azza wa Jall që Allah ta shpërblen hoxhën e ndëruar, hoxhën Saad Kelmendi, që ka pranuar ftesën që t'jetë në mesin ton, ku inshallah pa humbur kohë do t'ja kalojmë fjalën hoxhës ton të nderuar dhe përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dhe mirë dhe hoxhën në emisionin ton. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se u gjeta. Është kënaqësi dhe nder i veçuar juve. Hoxhë, Allah shpërblet hoxhë nderuar që keni pranuar ftesën që t'jeni në mesin ton edhe në mesin e shikuesve ton të YouTube-s dhe
të Facebookut. Allah ju shpëlbeft edhe juve, faleminderit shumë. Me të vërtet, kjo është një mundësi e artë që t'ju drejtohem besimtarëve musliman edhe përmes faqes tuaj. Ju falenderoj përzemërsisht që na keni dhënë rastin dhe mundësinë që dhe neve inshallah të kontribuojmë sadopak që neve ta njohim fenë tonë të pastër, fenë islame, nga ajo dije të cilën neve na ka dhënë i Madhi Zot xhalleshan. Amin o gjendërora. Hoxha, atëherë inshallah pikat shkurta inshallah na tregoni se kush është Hoxha Saad Kelmendi që s'pari në emisionin tonë, që inshallah në pikat shkurta se kush është Hoxha Saad Kelmendi. Bismillah dhe inshallah të fillojmë me temën. Bismillah. Po, faleminderit shumë. Unë jam pra Saad Kelmendi, jam nga Fush Kosova. Unë medresen e mesme Alauddin e kam të përfunduar në vitin 2008, pastaj kam vazhduar studimet në Tripoli të Libis. Atje në vitin 2008 kam filluar të studioj në kursin e gjuhës, kam qenë 2 vite në kurs të gjuhës, pastaj kam kaluar në fakultet, por për shkak të gjendjes të jo të mirë, gjendjes sigurie jo të mirë, sigur që e dini dhe keni përcjell nëpërmjet mjeteve të informimit, edhe në Libi ka ndodhur trazira, pranvera arabe ka godit edhe Libin, dhe ne së bashku me studentët që kemi qenë atje, jemi detyruar të largohemi nga Libia, dhe në vitin 2011 jam kthyer në Kosovë, më pas duke falendëruar përzemërsisht Kryesinë e Bashkisë Islame të Kosovës, na kanë dhënë rastin dhe mundësinë që të vazhdojmë studimet në Fakultetin e Studimeve Islame, por më pas deshti Allahu na u dha dhe një mundësi tjetër dhe kam kaluar pastaj në Aman të Jordanisë, ku atje kam qëndruar për 4 vite të plota, dhe në vitin 2015 jam kthyer si i diplomuar nga Fakulteti i Shariatit, përkatësisht nga drejtimi jurisprudenca islame dhe bazat e saj, dhe që nga ajo kohë, pra që nga viti 2015, vazhdoj ta ushtroj detyrën e imamit, muallimit, hatibit në xhamin e re të Fush Kosovës. Pra bën 5 vite të plota që unë shërbej aty dhe i falenderojmë Zotit ditë edhe natë. Ky është një privilegj i madh që Allahu xhalleshanhu na ka dalluar ne. Allah është përlet o gjendëruar, së deshta me penguhëq, se pa e dytë herë qenke edhe kushia jem për ndryshe, se edhe vetë personalisht jam i Fush Kosovës, po jetoj në Perëndim. Vjen mirë. Atëherë o gjendëruar, cila do të jetë tema për shikuesit tanë? Tema që kam përgjell sot për shikuesit e juaj është muslimani produktiv. E kam titulluar me këtë titull. Atëherë o gjendëruar, a do të kenë mundësi të shikuesit në pjesën e dytë të përjashtojnë ndonjë pyetje inshallah? Po, gjithsesi inshallah, ato të cilën e dim do të përgjigjemi, ndërsa ato të cilën nuk e dim, e lutim Zotin që të na shton edhe më tej dije dhe do të pyesim ata që janë më ditur se ne. Inshallah. Atëherë të nderuar shikues, të nderuar vëllezër dhe motra të televizionit Tani Islamin, atëherë pyetjet mund të dërgoni domthonë drejt pas drejti këtu në Facebook në live stream. Ashtu edhe në faqen tonë zyrtare të Facebook, domthonë nga rubrika dërgo mesazh mund të dërgoni pyetjet për Hoxhën e nderuar, dhe në kanalin tonë zyrtar ku jemi ato drejt pas drejtit në YouTube, mund të dërgoni pyetjet për Hoxhën e nderuar. Atëherë Hoxhë, bismillah, është fjala për ju. Shumë faleminderit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Falënderimet dhe lavdi kulmor I takon vetëm Allahu xhalla sha, fiksit, furnizuesit, mbajtësit të kësaj gjësie. Zotin e falenderojmë, atë e madhrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë që uzon Zotin rrugën e drejtë, nuk ka kush që humb, ndërsa atë që humb Allahu, pasi me vetë dëshirën e Tij është përcaktuar, nuk ka udhëzues për të. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë, pos Allahu xhalla shanuhu, I cili është një, I vetëm, I pari valë dhe I pashoq, si dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij I fundit. Atëherë, salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të sinqerta qofshin mbi edukatorin suprem, njeriun më të mirë mbi sipërfaqen e tokës, pejgamberin ton të përzgjedhur Muhamedin alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata besimtar dhe besimtare të cilët e ndjekën, e pasuan dhe do ta pasojnë deri në rrugën e tij deri në ditën e llogarisë përfundimtare. Nderuar vëllezër e motra, të cilët po na përcjellni, më lejoni që fillimisht ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e banorëve të tokës dhe qiellit, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja, mëshira, shpëtimi dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë mbi ju. Elus Allahun që ky takim I yni nëpërmjet këtyre kanaleve të rrjeteve sociale të jetë I dobishëm për ne dhe për ju inshallah, dhe elusim Zotin që këtë bisedë të cilën do e zhvillojmë në mënyrë e punëve tona të mira, elusim Zotin që të na shtoj sinqeritetin dhe punët tona të mira. Atëherë, sigur që ju paralajmëruam, tema që kam përzgjedhur për sot është tema muslimani është produktiv. Çfarë kuptoj me produktivitet? Do filloj fillimisht me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili ka thënë se shembulli I muslimanit është sigurisht shembulli I shiut. Shiu sjell bereqet kudo që bjen ai. Prandaj, edhe ne si besimtar musliman duhet të jemi të tillë. Duhet të jemi të bereqetshëm, duhet të jemi të suksesshëm, duhet të jemi me karakter dhe sjellje të lartë kudo që shkojmë. Së pari duhet të jemi të pajisur vetë neve me karakter dhe moral të lartë, që t'ua transmetojmë pastaj edhe njerëzve që I kemi përreth. Duhet të jemi të mirë radhë të parë me vetët tona, pastaj në rrethin më të ngushtë me familjet tona, pastaj për të kaluar te rrethi pak më I gjanë me shoqërinë e kështu me mbar njerëzit përgjithësi, pa dallim ngjyre, pa dallim kombi, pa dallim madje edhe feje. Muslimani është I mirë me të gjithë, pra shiu ju bën dobi të gjithëve. Allahu I lartësuar në Kur'anin e Tij famëlart na ka mësuar se shpëtimi I besimtarëve ndodh kur tek ata plotësohen dy komponente kryesore. E para prej tyre është besimi I pastër. Pra, besimi I pastër në kupton besimin islam, duke e adhuruar dhe duke madhruar dhe duke I bërë ibadet të madhit Zot të vetmit xhalleshanuhu dhe duke mos I shoqëruar atij në adhurim asnjë send. Ky është kushti I parë që të jemi të mëshiruar, që të jemi të shpërblyer te Zoti, pra është besimi I pastër. Dhe më pas kushti I dytë,
pra është që të punojmë vepra të mira. Pra nuk mjafton të thuhet se vetëm besimi është ai i cili i shpëton njerëzit nga punët e mira. Padyshim se kjo është ajo gjëja më elementare, por krahas kësaj Allahu ka kërkuar që të punojmë edhe vepra të mira. Alladhina amanu wa amilu salihat. Ka thonë ata cilët kanë punu, kanë besu dhe kanë punu vepra të mira. Prandaj, pra do të duhet që besimin të cilin neve e kemi në zemër, duhet të reflektoj, ai besim të cilin neve e kemi në zemër, të reflektoj në veprat tona, në moralet tona, në sjelljet tona. Prandaj, sikur që kam përmend disa prej dietarëve, ka thonë besimi është, sikur që tham, është në zemër. Dhe zemra, ka thonë, është ai mbreti. Ndërsa gjymtyrët e tij janë ushtarët. Dhe ushtarët çka bëjnë? Veprojnë ato çka i urdhëron mbreti i tyre. Dhe kështu pra, zemra jon e pastër duhet që të reflektojë me pozitivitet, me produktivitet. Nuk mjafton të themi kemi besu Zotin e të mos punojmë vepra të mira. Pra ai besim të cilin neve e kemi të mishruar në zemër, duhet të reflektojë në praktikën tonë. Duhet të tjerët ta kuptojnë pe veprave tona se neve me të vërtet jemi besimtar të denë ashtu sikur që kërkon Zoti Xhelleshanu. Andaj unë nëpërmjet këtyre minutave do mundona inshallah të mos gjashëm dhe mos jemi tepër, por do të mundohemi ti përcjell disa elemente, disa pika të rëndësishme se si muslimani të arrijë të jetë produktiv, të jetë i suksesshëm, të jetë i bereqetshëm në jetën e tij dhe të jetë i bereqetshëm pra në gjithë veprimtarinë e tij. E para prej tyre e që ndërlidhet shumë edhe me aktualitetin është se të besimtari duhet të jetë optimist. Neve vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, pra jemi duke ballafaquar jo vetëm neve si popull këtu në Kosovë, por me masa globale, pra është përhapur një pandemi e quajtur me emrin koronavirus. Apo do të sigur që është e njohur, pra burimi i origjina kësaj pandemie ka rrjedh prej shtetit të Kinës. Më rëndësi është se si do duhet neve të sillemi në këto momente, e që lidhet shumë edhe me temën tonë. Sikur që e dini, në shumë vende të botës, edhe tek neve në Kosovë, duke u nisë prej organizatës botërore të shëndetësisë, janë marrë disa masa preventive për të munduar që ta sfidojmë këtë smundje, për ta parandaluar, dhe nëse dikush goditet me të, që të mundohemi ta shërojmë ata me lejen e Zotit Xhelleshanu. Ajo që do të duhet ta kuptojmë është se tani më neve edhe si hoxhallar, prijes, fetar, e kemi obligim që ti dëgjojmë institucionet e shtetit përderisa ato do të urdhrat e tyre nuk bin desh me parimet tona fetare. Andaj e falenderoj padyshim edhe kryesinë e Bashkisë Islame, e cila duke parë situatën e krijuar, ka vendosur që jemi të imponuar që t'i ndalim edhe faljen e namazeve tona ditore në xhamia, për shkak se frekuentimi i xhamat është i shpeshtë, në mënyrë që të mos përhapet kjo pandemi. Ata na kanë sugjeruar që do të bëhet njëherë pezullimi i faljes së namazeve ditore në xhami, dhe më pas kanë kërkuar do që të bëhet edhe pezullimi i faljes së namazit të xumës, për shkak se
neve e dim si prijes fetar se xhumaja i ka kushtet e veta, dhe prej kushteve që të falet namazi i xumas është që të ketë siguri në vendin ku falet xumaja. Andaj, sikur që e dini, pra kjo sëmundje ka filluar të përhapet dhe është njëkohësisht mund të jetë pra dhe sëmundje ngjitse, dhe duke u friguar për kësaj, krerët e Bashkisë Islame kanë vendosur pra që ta pezullojnë për një afat të pasaktuar derisa të bëhen dhe të kushtet, derisa të krijon kushtet që të ndalen pra të gjitha këto veprime janë bë këto preventiva, janë bë për të ruajtur jetën e qytetarit, jetën e besimtarit në përgjithësi. Duke qenë se edhe vetë Islami prej parimeve të tij është për cilën ka ardhur do të jetë rujtja e jetës së njerit, është diçka e shenjtë. Prandaj ajo që do të doja ta përmendin këtë rast, në këto momente, është që duhet ta kuptojmë, duhet pak të analizojmë edhe gjendjen e krijuar. Jo të mbjellim panik, se të gjithë duhet ta dimë se jeta dhe vdekja është në dorën e Zotit. Mundësia për të prekur nga kjo pandemi, nga koronavirusi, është 1%, ndërsa mundësia për të vdek në çdo kohë është 100%. Na duhet ta dimë se jeta pra dhe vdekja është në dorën e Zotit. Por duhet t'i marrim masat preventive, sikur që na kanë këshilluar edhe mjekët tanë, edhe do të organet kompetente që ta evitojmë këtë sëmundje. Ajo që do të duhet ta përmendim është, sikur që përmend një dietar bashkohor i lindur në Sirinë, në Shamin e bekuar, që lutim Zotin që atë vend, inshallah, Zoti ta shliroj dhe ta bëj atë vend të qetë dhe të sigurt për gjithë ata banorë që kanë jetuar atje. Muhammed Ratib Enabulsi, ky doktor i nderuar, e përmend, thot, neve në këto raste, nderuar vëllezër e motra, duhet të kemi mbështetje të plotë tek i Madhi Zot xhallal shanuhu. Qysh nënkuptohet mbështetja, qysh nënkuptohet tawakuli që përmendet në terminologjinë fetare. Thot, mbështetja në Zotin nënkupton ti marrësh dhe të gjitha shkaqet për të parandaluar diçka të dëmshme. Sikur ti marrësh pra parasysh të gjitha shkaqet dhe sebepet, sikur ato janë gjithçka, sikur se për t'i parandaluar gjërat e dëmshme, ose anën tjetër për të arritur deri tek një synim apo ambicie të caktuar, ti marrësh parasysh ato që janë në dorën tënde, shkaqet. Të punosh pra për to, sikur të kesh në bindje në mendjen tënde se me shkaqe mundesh me arrit deri te ai qëllim. Pra për të arritur e mira, ose anën tjetër për ta parandaluar diçka të keqe. Por, thot, kur ti marrësh këto, atëherë ta llogaritësh se shkaqet nuk janë asgjë. Pas marrjes së shkaqeve, ta dish të kthehesh te Zoti shkaqeve. Tash i ke marrë ato që kanë qenë në dorën tënde, tash suksesin leja Zotit. Prandaj edhe neve në këto momente duhet veprojmë sipas këtij parimi. Të mundohemi të marrim të gjitha masat preventive, të cilat na kanë këshilluar mjekët dhe njerëzit kompetent për të evituar këtë pandemi, por anën tjetër duhet të jemi të mbështetur te Zoti xhallal shanuhu, duhet ta dimë se Allahu është shërues, është shefi dhe ai në dorën e tij është shërimi dhe mjekimi. Një aspekt për të medituar për këtë pandemi që është krijuar, do të që është përhapur globalisht në tërë botën, pra duhet ta kuptojmë se pushteti në dorën e kujt është. E pam u mbyllën do të bizneset private, u mbyllën bizneset shoqërore, u mbyllën xhamit, u mbyllën kafeterit, u mbyllën të gjitha institucionet arsimore, u kërkuat një vet izolim, dhe tani më pushteti në dorën e kujt është.
duhet të mbështeti është vetëm dorën e Zotit. Prandaj vetëm atij duhet të friksohemi dhe vetëm tek ai duhet të kthehemi. Prandaj ajo që lidhet, ndoshta e zgjata pak këtë pikë, por është shumë e rëndësishme ta kuptojmë se ajo që lidhet me produktivitetin është optimizmi. Na duhet që të jemi optimist se me lejen e Zotit edhe këtë sfidë do e kalojmë, duke i marrë masat preventive të cilat neve i cekëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në moralin e tij ka qenë mbjellja e optimizmit në zemrat e besimtarëve. Në ato momente kur ndoshta shihej gjë mundur të ndodhte, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ato momente e shfrytëzonte rastin që të tregonte optimizëm tek besimtarët e tij. Përmendet njëra prej betejave që ka zhvilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në Medinë, është thirrur Ghazwatul Ahzab, luta e aleancëve. Mushrikët, pa besimtarët, bën aleanca me jahudit edhe pa besimtarët e tjerë kundër muslimanëve, të gjithë u bashkuan kundër tyre, që t'i luftonin ata. Dhe pejgamberi duke qenë në këto momente, do të i pa se besimtarët musliman filloj të kapë një lloj paniku, filloj të kapë një lloj stresi se si do të jetë përfundimi i tyre. Dhe ata, pra sikur që tham, edhe në gjendje kur ka frikë, që frika është normale, ata fillun të marrin masat, e hapën rreth Medinës një hendek, pra betejë hendekut, e fillun të hapën një Medinës një hendek në mënyrë që të mos depërtonin ushtrit muslimane. Dhe në këto gjatë hapjes së hendekut përmendet se në librat e historisë islame përmendet se muslimanët u takuan me një shkëm të madh, një guri të madh, të cilin e kishin para vetes. Dhe u munduan që ta coptonin me mjetet e asaj kohe. Mjetet në atë kohë kanë qenë primitive, sikur që e dini, pra ka qenë ajo kazma që janë mundu për me thy. Sot kemi mjete moderne që është lehtësuar mjaft, sot edhe tunelet në botë janë hap, ka mjete shumë moderne që me kilometra janë hap, do të kodrat janë qa kodrat dhe është bëhet tunele, por në atë kodrat thyrja e atij bëhen fazë. Dhe muslimanët nuk arritën që ta thejnë gurin. Dhe pra në ato momente ishte përhapur frika se si do të jetë përfundimi i besimtarëve. Në ato momente Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra në këto momente kur shpresa për ta fituar luftën ishte shumë e vogël, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam merr kozmën e tij dhe fillon ta dëburin. Guri të thermohet, do të coptohet. Dhe në ato momente, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i pa shpallatet e Shamit, i pa shpallatet e Yemenit. Do të ishin këto pallate ku në to qëndronin superfuqitë e asaj kohe. Dhe këta ishin shumë të vogël në numër, shumë të vogël edhe në aspektin e pajisjeve luftarake. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këto momente ishte ai i cili ngjallte optimizëm tek besimtarët e tij. Dhe kështu na ka mësuar gjithashtu se thot nëse e vren se është duke ndodh kiameti dhe ke një fidan, një pemë në dorë, thot atëherë mbyll atë pemë. Pra të jetë optimist, edhe nëse shes se është duke ndodh kiameti, mbyll pemën, edhe don Zoti ajo bën frute, nëse nuk bën ti e ke kryer detyrën tënde. Dhe kështu pejgamberi, pra prej moralit, etikës dhe ahlakut të tij të lartë ishte se ngjallte optimizëm në zemrat e muslimanëve. Optimizmi, dërun vëllezër dhe motra, nënkupton mendimin e mirë për Zotin.
ndërsa pesimizmi në kupton mendimin jo të mirë ose mendimin e keq për Zotin. Prandaj, sikur që ka ardhur në hadith, ka thonë në hadith qudsi, e përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith duke transmetuar për Zotit të tij, unë jam për robën tim ashtu sikur që më mendon, sikur që ai mendon për mua. Nëse mendon se unë do t'i bëj mirë, atëherë do të jem ashtu sikur që ai më mendon mua. Prandaj të kemi në këto momente të kemi mendime të mira për Zotin, të jemi optimist se me lejen e Zotit, duke i marrë edhe masat preventive që na kanë këshilluar njerëzit kompetent, edhe këtë sfidë do ta kalojmë. Andaj, kjo është pra prej shenjave të para që tregon se muslimani është produktiv. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur jemi edhe të kjo pikë, në kohën e tij kishte njerëz cilët ishin emërtuar me emra ndryshëm. Kishin njerëz cilët ishin emërtuar me emrin Harb, që do thot luftë. Pejgamberi ja ndroi emrin atij duke ja bë emrin paqe. Kishte në emrat njerëzve cilët në kuptonin shkretir. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ndroi emrat atyre duke ja bë vlerim. Pra, gjitha këto për me tregu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili mbillte optimizëm në zemrat e njerëzve edhe në kohë krizash. Prandaj neve duhet ta ndjekim shembullin e tij. Në këto momente kur shumica janë të izoluar, them kushtimisht këtu, në shtëpiat e tyre, ta shfrytëzojnë, është rast, pra jo të bëmi pasiv. Nëse nuk jemi aktiv në vendet tona të punës, kush na ndalon sot neve që në shtëpiat tona të lexojmë një libër të dobishëm? Kush na ndalon neve që në shtëpiat tona të bëjmë dhikr, duke thonë sa më shumë subhanallah, duke thonë sa më shumë elhamdulillah, duke ditë se edhe këto e largojnë sprovën në një masë të madhe. Prandaj nuk duhet që do të bëmi pasiv në këto raste dhe të mbjellim panik në zemrat tona se çka do ndodh për të ardhmen, por të mundohemi që në këto momente ta shfrytëzojmë me pozitivitet. Këtë pikë do përfundoj me një fjalë të Imam Taymiyes, Sheikhul Islam Ibn Taymiyje, një dietar i shquar i Islamit. Shikoni çfarë fjalë të artë, çfarë këshill të mirë ka dhënë ai. Ata cilët o vllazën e kanë kuptuar më mirë se na Islamin. Ata cilët besimi ka depërtuar thellë në tërë qenien e tyre. Shikoni çfarë porosi të artë ka lënë ai. Ka thonë, çka mund të bëjnë armiqtë e mi me mua? Ka thonë, nëse më burgosin, burgu çfarë do thot? Burgu do thot është kufizim i lirisë. Nuk i mundësi të kufizohen pra të drejtat, nuk i mundësi më shëtit ka dush, nuk i mundësi me vepru që ka dush, je në një ambient të mbyllur. Ka thonë, edhe në këto momente, kur të njerëzit zakonisht burgu, është ai i cili ngjall në ndjen ndoshta të pesimizmit, për shkak se për shumë njerëz mendojnë se burgu për ta është fundi i tyre. Ky ishte ai i cili edhe brenda në burg gjente optimizëm. Thoshte, nëse më burgosin, ka thonë, kjo është mundësi dhe rast ideal që unë të vetmohem me Zotin dhe ta lut Zotin xhallashanhu. Pra edhe në këto momente gjente optimizëm. E dyta, thoshte, nëse më largojnë prej vendit tim, nëse më dëbojnë për vendit tim, padyshim dashuria ndaj vendit, dashuria ndaj atë dheut është një instinkt i mbjellur thellë në shpirt. Çdo njeri ka dashuri për vendin e tij. Prandaj largimi, dëbimi nga vendi është një dënim veti. Dhe ky thoshte, duke ditë se edhe ky është edhe burgu, sikur që ishte burgu dënim, edhe largimi dhe dëbimi nga vendi i tij ishte dënim, prapë edhe këto gjente rast për optimizëm. Thoshte, nëse më dëbojnë nga vendi, këto llogariti si lloj pikniku, si lloj ekskursioni, ku edhe pikti mund përfitoj. Dhe madje ajo e fundit, e cila ndoshta kishta me thonë është ajo superlativi. Në këto momente thoshte, edhe nëse më mbysin,
Pra mendoni, me të privu për jetës, edhe këtu ka gjetë optimizëm, ka thonë edhe nëse më mbysin, ka thonë kjo prapë është hajër për mu. Se donë Allahu kur mbytën pej armiqve të mi për shkak të fesë time, ka thonë kjo është shahidllëk, mënyra më e mirë për ta përfunduar jetën. Prandaj të gjitha këto të shërbejnë për neve dhe për juve që edhe në këto momente të rënda cilat po përjeton tër bota, edhe populli jonë në veçanti, të dim të menaxhojmë dhe të kemi mendim të mirë për Zotin xhalleshanuhu dhe të t'i kthehemi pra ty në masave preventive. Kjo ishte e para, u zgjata pak tepër, por e poshtë ta trajtoj për shkak se është shumë aktuale dhe do duhet t'ju japim dhe t'ju tregojmë muslimanëve se si duhet të sillen në këtë raste. E dyta, nderuar vëllezër dhe motra, që ndikon për rritjen e produktivitetit tek muslimani apo muslimania, është ambicjet e larta. Në gjitha pika do të mundona të përmendi disa shembuj për gjeneratave të para, gjeneratave të arta dhe disa shembuj për gjeneratave të mëdhenshme dhe të njerëzve të suksesshëm. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që neve të synojmë ambicjet e larta. Dhe ka përmend në hadithin e tij duke thënë: "Idha sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-jannata al-firdaus al-a'la fa innaha a'la al-janna wa awsatiha." Ka thonë, kur t'ja kërkoni Zotit xhenetin, kërkonja firdausin, ka thonë se ajo është grada më e lartë e xhenetit dhe është grada e mesme saj. Çfarë nuk kupton kjo? E keni dëgjuar në popull një fjalë e cila qarkullon. Thonë, vetëm me mujt me hyrë në xhenet, na nuk dëshirojnë atë çka tjetër. Të gjithë ne që jemi besimtar musliman e kemi këtë synim. Don Allahu me veprat, punët, besimin që e kemi, synojmë që nesër Allahu të na shpëlbej me xhenet. E ky xhenet nuk është rezultat i punëve tona. Ky xhenet është rezultat i mëshirës së Zotit. Por nuk duhet të mjaftohemi me pak. Pra duhet të kërkojmë shumë, sikur që na ka mësuar Muhamedi sa. Kur ta kërkoni, mos kërkoni vetëm me hyrë në xhenet, por kërkoni me hyrë në xhenetin ato më të lartin, në firdausin më të lartin. Dhe ka përmend shumë hadithe, cilat neve padyshim nuk do të kemi mundësi të përmendim gjitha, por vetëm disa prej tyre Kalimthi ka përmend, ka thonë: "Al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla." Ka thonë, dora e lartë. Shikoni edhe këtë formë, dora e lartë është më e dashur te Zoti se sa dora e cila është e ulët. Pra ajo dorë e cila jep, ajo dorë e cila ju ndihmon, ajo dorë e cila është punëtore, është më e dashur te Zoti se sa ajo dorë e cila kërkon lëmosh, kërkon ndihmë. Dhe ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thonë, njeriu që të dalë në mal, nëse nuk gjen punë, të dalë në mal dhe të mbledh disa dru që më pas ata t'i shes, ka thonë, është më mirë për të se sa ta shtri dorën, të kërkoj ndihmë dhe lëmosh prej tjerëve, i jep dikush apo jo, dhe t'i shkoj kjo që është pjesa më e ndershme e trupit, t'i shkoj fytyra. Pra, duhet të jemi njerëz që synojnë të lartën, e të mos mjaftohemi me pak. Neve kemi raste të gjalla prej historisë tonë të pastër islame, njerëzit me ambicje të larta. E kemi prej tyre sahabiun e njohur Sa'd ibn Muadhin radhiyallahu anhu, për cilin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ihtazza ashur rahmani bi mauti Sa'd." Ka thonë, është dridh arshi i Zotit me vdekjen e Sa'd ibn Muadhit. Çka ka bëu ky njeri? Çfarë vepre ka bëu që është dridh arshi i Zotit? A kuptoni, a dini çka do të thonë arshi i Allahut? Çfarë krijesë gjigante e madhe është ajo? E ka bashkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë gjësi, qetë, duke thonë, qielli i parë, ka thonë në krahasim me qiellin e dytë, ka thonë është sa një unaz në shkretir. Pastaj ka thonë qielli i dytë
në krahasim me qiellin e parë është sa një nazë në shkretir, i dyti me të tretin, i treti me të katërtin, i katërti me të pestin, i pesti me të gjashtin, dhe ka thonë i shtati, qielli shtat në krahasim me arshin e Zotit është sa një nazë në shkretir. Mund ta paramendoni pra sa krijesë gjigante është arshi i Zotit, dhe është dridh ky arshi i Allahut me vdekjen e një sahabiut, Saad ibn Muadhit. A dini o vllazën edhe motra sa ka jetu ky njeri në Islam? Moshën kur e ka pranuar Islamin, i ka pas 30 vite. Ndërsa moshën kur ai ka vdek, i ka pas 36 vite. Vetëm 6 vite ka qëndru në Islam. Po aq e ka pas të bushme veprimtarinë e tij, aq e ka pas të bushme do të jetën e tij, të mbushur me kontribut për fen, për të mirën e njerëzve, saqë me vdekjen e tij është dridhë edhe arshi i Zotit. Prandaj, duhet të kemi kësi ambicie të larta, që të jemi për atyre cilët nuk është mëkat nëse ti dhe unë lindim të varfën, nëse ti dhe unë rrjedhim për një familje ku nuk kanë pas të ardhura ekonomike të larta, kemi trashëgu, do të dikush mund të lindë dhe jetim, të mos ketë pasuri, por këto nuk i kam për qëllim vetëm pasuri materiale, e kam për qëllim pasurin me vepra. Është mëkat pra nëse vdesim të varfër. Nuk është mëkat nëse lindim të varfër, mëkat është nëse vdesim të varfër. Të mundohemi të jemi të pasur me veprat tona, që veprat e tona të mira të punojmë aq shumë, saqë me vdekjen tonë të vazhdojnë të na vinë dhe të sevapet për punëve tona të mira që kena vepru gjatë kësaj jete. Të mundohemi, e dini çfarë shpërbimi ka mësuesi. Këto ditë e patëm ditën e mësuesit. Sigur normal që dha mesazhin që nuk duhet të kufizohet respekti për atë kategori të njerëzve vetëm për një ditë, por duhet të jetë respekti 365 ditë, pra gjatë tërë vitit për institucionin mësues. A dini çfarë do me thonë me kanë mësues? Na kena shumë hoxhallar, dietar, mësues, arsimtar, të cilët kanë vdek me hap varrën e tyre, tash eshtrat e tyre janë bë dhe. Por ata kanë lanë vepra të pashlyera, kanë lanë nxënësa pas vetes, kanë lanë gjenerata, kanë lanë libra, kanë lanë kaseta, kanë lanë çfarë do qofshin ato për të mirën e njerëzimit për çdo aspekti, jo vetëm nga aspekti fetar, edhe nga aspekti kimisë, gjeografisë, biologjisë, fizikës, matematikës. Këta janë njerëzit të pasur edhe pse kanë vdekur dhe kanë shkuar tek i Madhi Zot. Prandaj ambicet e larta është njëna prej atyne qelsave që ndikon që muslimani të jetë i suksesshëm dhe produktiv te Zoti. Pra duhet të caktojmë vetes objektiva të qarta. Të kemi objektiva me vetveten tonë, të mundohemi të jemi për atyre cilët i falim 5 kohët e namazit, të mos na ikin asnjëherë, të shtojmë namazën nafile. Në rrafshim familjar, të mundohemi të jemi të mirë me prindrit tanë, të thrasim ata në telefon, të interesohemi për gjendjen e tyre, të kujdesemi për ta. Por pastaj edhe në rrafshin e profesional, të kesh ambicie, pse jo, të bëhesh shefi një reporti, por jo të kesh ambicie e punën, do të mos ta kesh të shoqëruar. Vepro dhe pastaj ki ambicie tek i Madhi Zot xhaleshanu. Një pikë tjetër që ndikon që muslimani të jetë produktiv është ballafaqimi me sfidat, pengesat që dalin në përpjekje për të realizuar objektivat tua. Shpeshherë neve dëgjojmë shprehjen se lehtë është të flasësh, por vështirë është të veprohet. Ajo që dua ta jap si mesazh është të mos ndalemi asnjëherë për punët, për plan projektet e dobishme të cilat ja saktojmë vetes tonë,
të mos ndalemi asnjëherë pavarësisht sfidave me të cilat ballafaqohemi. Ku do të mund ta dinim na se sa është një njeri suksesshëm nëse nuk do të ishte ballafaqur me sfidat. Pse e keni pa ka njerëz cilët vetëm mendimi për të arritur deri te një gradë të caktuar ja bën vetes do të 1000 pikë pyetje. A do të mund të arrijë këto? A do të kemë mundësi kështu? Me njerë duhet të ballafaqohesh me sfidat. Dhe shpeshherë çmimi që duhet paguash për të arritur suksesin tënd është luftimi i idesë tone, luftimi i personalitetit tënd, dhe edhe këtu do sillim disa shembuj konkret. Do përmendi shembullin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E dini, nderuar vllazën, është ballafaqu me shumë sfida, me shumë pengesa. Është rrah, është maltretu, është dëbu pe vendit ti. Jen etiketu shumë shprehje, i kanë thonë i çmendur, i kanë thonë magjistar, i kanë thonë poet, me lloj-lloj etiketimesh. A kanë diku këto gjëra që ta thejnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta thejnë moralin e tij dhe ta bëjnë që ai të dorëzohet? Kurse si. Të marrim mësim pe atij që Zoti ka thujt, ka thonë njeri më i mirë mbi sipërfaqen e tokës. Atij cilën u mundu njerëzit pra që ta bën të zbrapset pe misionit ti. E dini, keni mësu pe historisë, pe biografisë ndeshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e dërguan Ebu Talibin, xhaxhain e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkuan një delegacion pe kureshitëve, pe mushrikëve të Mekës, pabesimtarëve, shkuan dhe i than atij, duke qenë se Ebu Talibi në gjallë ti do të kujdesej që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos ta lëndonte askush fizikisht. Dhe kështu ka ndodhur, derisa ka qenë ai gjallë, askush nuk ka mund ta lëndoj pejgamberin fizikisht. Dhe shkuan dhe i bani kërkesë atij. I than, nëse don me ta lanë djalin e vllaut tënd të gjallë, nëse don me ta lanë nipin tënd të gjallë, kërkoj që të zbrapset pe këtij misioni. Çka veproi ai? Shkoi ai dhe i tha, o biri im, tha sikur që po e shet tani mo jam plakur. Tha nuk ka mundësi që me mbrojt. Më kurse mua dhe veten tone, leje tha këtë mision. Dhe çka veproi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? E dini, çajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me vendosmëri të madhe tha, ja ammi, wallahi, law wada'u shamsa 'ala al-yamini wal qamara 'ala al-yasari ma taraktu hadha al-amr. Tha, pasha Zotin, o xhaxhajim, nëse ma vendosin diellin në krahun e djathtë dhe hanën në krahun e majt, që unë ta la këtë mision, nuk kam me lan, ka thonë, edhe nëse vritem. Vendosmëri edhe përballë presioneve, edhe përballë sfidave. Dhe çka tha Ebu Talibi duke pa vendosmërinë e tij, tha vazhdo, tha se kërkush nuk ka mund me ndërprerje në këtë mision. Dhe pra ishin ato ofertat që i vinin atij pe më të ndryshmeve, por e shohim se nuk është dorëzuar kur. Me një rast tjetër që përmendet këtu që duhet të jemi stoik, duhet të kemi vullnet të qelikt, vullnet të hekurt përballë tyre sfidave, e kemi rastin e Utbe ibn Rabi'as, i cili shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkon atij duke thonë, thot, o Muhammed, nëse me këtë mision cilin ti synon që ke nisur, nëse me ta dëshiron pasuri, ka thonë na mbledhën pasurinë e tërë popullit tonë, tërë arabëve, dhe të bojnë aty njerin më të pasur. Nëse ti me këtë mision cilin e ke nisur, synon autoritet, të jesh njeri me pozit, njeri me pushtet, ka thonë ty të bojna përfaqësuesin ton, kryetarin, kryeministrin, mbretin ton,
ka thonë nëse me këtë mision cilin ti e ke nisur, ke synim që të arrish të martohesh me një grua të bukur, ne e zgjedhim gruan më të bukur, gruan më të hjeshme, misin, po them kushtimisht në aspektin do të asaj kohe, gruan më të bukur që na të martoj me të. Vetëm lërë ti këtë që ke nisur. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjitha këto nuk ndikun që ai të zbrapset, por i lexoj disa pjesë nga Kurani duke thonë se asnjëherë nuk zbrapsem, se qëllimi dhe misioni im nuk është për ngritjen e pozitës, nuk është për ngritjen, për arritjen e vlerës materiale, nuk është për të u martuar me gra të bukura, por për të madhruar Zotin xhaleshanu. Prandaj ky duhet të jetë mësim që neve asnjëherë të mos zbrapsemi kur është pyetje për të quar proceset e dobishme përpara, pavarësisht çdo sfide, pavarësisht çdo presioni, pavarësisht çdo ballafaqimi me të cilën neve ballafaqohemi. Dhe këtu kisha me përmend pej kohës tonë moderne, Einsteinin, e dini, një shkencëtar i shekullit kaluar, që përmendet do të e dini mirë për të arriturat e tij, sot ai është referencë në shumë pej do të fakteve shkencore. Në kohën e tij Einsteinin përmendet se është larguar, është dëbuar nga universiteti. Bashkëanëket e tij e kanë quajtur njeri të çmendur. Dhe ky njeri nuk është dorëzuar. Tani na nuk i njohim emrat e bashkëanëkëve të tij, e njohim emrin e Einsteinit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dinin Taif kur është shku, i ka thirrë gjithë ata njerëzit në besim. E dini madje kanë gjuar edhe me gur trupin e bekuar pejgamberit. Do të emrat atyre njerëzve që kanë gjuar me gur nuk i ka shënuar historia. Emrin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka mbeti përjetshëm në histori. Prandaj mos jeni për atyre cilët kur ballafaqoheni me sfida dorëzoheni, por gjithmonë jeni sfidues me ato. Dhe nëse kemi kohë edhe 2 pika, i kisha përmendur në rum. Besoj kemi kohë? Po inshallah që vazhdojmë kështu. Po, faleminderit shumë. Prej atyre 2 pikave që kisha me i përmend për në fund është duhet ta largojmë pesimizmin nga vetja ose frikën nga dështimet. Pra kjo që ndërlidh edhe me këta, duhet të kemi besim në vetvete dhe me punë do arrihet gjithçka. Duhet të shoqërohemi me njerëz optimist që mbjellin inkurajim, mbjellin motivim tek ne. Ne këtu do i përmendim disa për rasteve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur që e dini, bashortja e tij Khadija radiallahu anha ka qenë për personave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur më shumti, dhe gjatë kohës sa ka qenë i martuar me të, nuk ka qenë i martuar me asnjë prej grave të tjera. Kjo grua, e cila ka qenë më moshuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 15 vite. Kjo është argument kundër atyre orientalistave të cilët thonë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri i epsheve, se është martuar me shumë gra. Kjo është argument kundër tyre. Një njeri i cili është i dhënë pas epsheve nuk martohet me një grua 40 vjeçare, ndërsa ai në moshën 25 vjeçare. Por do e shohim çfarë dashurie të madhe ka pas pejgamberi për këtë grua. Për shkak se, sigur që e përmendëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas 2 përkras, 2 antar mbështetës në misionin e tij. Njërin e ka pas larg shtëpisë, jashtë shtëpisë, xhaxhain e tij Ebu Talibin, dhe njërin e ka pas brenda në shtëpi, bashortën e vet Khadijën radiallahu anha. Pra mendoni çfarë motivimi, çfarë mbështetje i ka dhënë ajo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qysh në momentin e parë
kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ballafaqohet, takohet me atë krijesën gjigante, me Xhibrilin alayhis salam, e cila kjo krijesë që ka pas 600 krah, kur e ka përshkru, e ka mbulu horizontin, kur e ka pa pejgamberi për herën e parë Xhibrilin në formën e tij florore, është friksu. Është friksu dhe është dridh dhe është kthy te shtëpia e tij i friksuar. Dhe ka thonë, zëm miluni, më mbuloni, dethiruni, më mbështillni. Dhe çka Khatija radiallahu anha i drejtohet të pejgamberit duke thonë, oj Khatija, po frigona, ka thonë se janë gjën ata që kanë pa unë. Çka i thot Khatija radiallahu anha? I thot, o Muhammed, ti je ai i cili ka thonë e mbron të doptin, ti je ai i cili shkon mirë me tafërmin, ti je ai i cili i ndihmon nevojtarit, wallahi la yukhziyek Allahu abada. Pasha Zotin, ka thonë ty kur s'ka me të hubë Zoti. Pra, paramendoni në rastet tona aktuale, qa kish me vepru një grua kur do kishte pa tek bashkëshorti i tij disa simptoma të frikës, të ankthit, të stresit. Adresa e parë ku do të shkon në dërmena asaj është me dërgu te mjeku. Se ky njeri nuk qenë ka mirë. Ndërsa ajo, duke dit moralin e lartë që ka pas, duke dit etikën e lartë, dhe sa njeri mirë ka qenë ai, ka thonë ty kur s'ka me të hubë Zoti. Nuk janë këto shenja për të friksuar, por këto shenja janë se ty Zoti po të përgatit për një amanet madh. Dhe këto janë pra për me tregu që rreth vetes duhet të kemi njerëz cilët na inkurajojnë, njerëz cilët na ndihmojnë, na thrasin në optimizëm e jo në pesimizëm. Gjithashtu për këtyre rasteve që kisha me përmend, gjithmonë duke i referuar edhe historisë tonë të pasër islame, përmendet se në Mekë i sjell 2 persona me ngjyrë të zezë. Një nan me të birin e saj. Dhe në atë kohë, sikur që e dini, njerëzit me ngjyrë të zezë kanë qenë njerëzit më të shkelur, kanë punuar si sklav. Ndërsa ka ardhur Islami dhe e ka rënuar racizmin. Ka thonë se nuk ka dallim mes bardhit dhe mes të ziut, përveç se me devotshmëri. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Thoshte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Zoti nuk shiqon në pamjen e juaj, Zoti nuk shiqon në pasuritë e juaja, por Zoti shiqon në fytyra, Zoti shiqon në zemrat dhe punët tuaja. Dhe paramendoni vllazën, kjo nan e cila tani mo ballafaqohet me të birin e saj, që e din çfarë secili prind e ka shqetësim të ardhmen e fëmijët të tij, se si do të jetë ardhmja e tij. Edhe kjo nana ka pas këtë shqetësim. Kjo ka qenë nana e Ata ibn Abi Rabah. E ka thonë, ky djalosh për nga aspekti fizik ka qenë i dobët, nuk ka qenë i fuqishëm, nuk ka qenë muskulor, nuk ka qenë njeri i cili do të mund të kryente punë të rana fizike, por edhe për nga aspekti i pamjes nuk ka qenë shumë i hijshëm. Dhe paramendoni si do të mund të ishte e ardhmja e tij. Ajo që po ndërlidhem me temën tonë, të kemi rreth vetes njerëz optimist. Nana e tij thotë, o biri im, ty me të vërtet Zoti nuk ka fal trup të fuqishëm, as ndonjë fizik shumë të bukur, por ka thonë, ka me ta dhënë Zoti ty një të mirë, që ka me ta pas lakmi Khalifja dhe bijtë e tij, ka me ta pas lakmi kryetari muslimanëve dhe bijtë e tij. Cila ka qenë ajo që ka motivu? Ka thonë merru me dije. Dhe përmendet, ka fillu të mësoj dijet e hadithit, ka fillu të shkoj në mezhliset e dietarëve të tefsirit,
ka mësu mirë gjuhën arabe, sa që aq jaft është bo ky njeri i cili ka qenë rob i zi, në kohën aq ditëri të madhe ka bo një oqean i madh i dijes, Khalifja ka dhënë urdhër të prerë, ka thonë të mos jap askush fetva, përderisa në mesin e juaj është Ata ibn Abi Rabah. Dhe ky përmendet do të ka qenë me ngjyrë të zezë dhe nxënësat kreti ka pas me ngjyrë të bardhë dhe ka thonë është dok sikur se një korbizi në mesin e plumbave të bardhë. Në kohën e haxhit njerëzit kanë shku me radhë për me prit, për me pyet këtë dietar, i cili pra e pam cila ishte fillimi, zanafilla e tij një rob. Por njerëzit për afër i ka pas që kanë motivu për mirë dhe shikojmë se ku ka arritur. Në kohën e haxhit njerëzit pretnin në radhë për ta pyetur mesin e tyre edhe halifi muslimanëve. Dhe sikur në çdo kohë edhe në atëherë përmendet se është mundu që njerëzit me ndëru që me lanë halifin do të dalë para turmës që të bëj pyetje ai më së pari, kur afrohet Ata ibn Abi Rabah, e sheh se i kanë dhënë përparësi, i thot atij halifit, i thot këtu ka radhë, këtu ka rand, duhet me prit në rand nëse do me bë pyetje. Sikur që po presin edhe këtë njerëzit. Dhe ka prit në rand edhe halifi muslimanëve, sikur gjithë njerëzit. Kur i ka ardhur radha me pyet, e ka bë pyetjen e tij. Ja ka dhënë përgjigjen Ata ibn Abi Rabah. Dhe më pas thot e kam një pyetje. I thot tashmë thot nuk ke mundësi, a shef thot sa njeri është duke prit në radhë. Dhe kur kthehet halifja thot i këshillon bijtë e tij, o bijtë e mi, thot pozita, autoriteti nuk qenë ka duke qenë kryetar i një shteti, po pozita vërtet qenë ka me qenë mësues i njerëzve. Prandaj thot merruni me mësime. Ç'a ndikoi në ardhmërinë e këtij personi, në ardhmërinë e tij të ndritur, ndikoi se afër vetes kishte njerëz optimist, njerëz cilët e inkurajonin. Thomas Edisoni, ai i cili e ka zbulu poçën elektrik, do të pas 90 do të i ka pas gjësej 99 përpjekje, 99 orvatje për ta arritur për ta zbuluar poçën, të 100 herë ka zbulu poçën elektrik. Përmendet se ajo që ka ndiku që të bëhet një shkencëtar i mirënjohur ka ndiku pikërisht edhe te ky nana e tij. Në kohën kur ky ishte në mësim në shkollë, në fakultet në atë kohë, thot drejtoria e shkollës apo dekanati, ku ta diun tash në cilën periudhë të shkollimit ka qenë, me rëndësi ajo që merret pe kësaj, thot i dërgojnë letër nanës së tij duke i thënë se duhet ta përjashtojmë nga shkolla, jemi të detyruar ta përjashtojmë nga shkolla djalin tuaj, do të për shkak se djali juaj është i paaft. Çka bën nana e tij? Pra rreth vetes të kesh njerëz inkurajues, njerëz motivues, njerëz nxehtës për të mirën. Nana e tij e merr letrën dhe i thot djalit saj, i thot o birim, thot më ka ardhur një letër prej drejtorisë së shkollës. Në atë letër po thon drejtoria se ti je njeri, se djali jot është shumë nxënës i suksesshëm. Dhe është gjëna me lan, është mëkat me lan djalin tënd në këtë shkollë. Djali jot është për një shkollë më të lartë. Prandaj thot nana do të transferon ty në shkollë më të lartë se ti je shumë i suksesshëm. Ky tani më kryen shkollën me këtë bindje se ka qenë shumë nxënës i suksesshëm. Pas arritjeve të tij, duke hulumtuar librat atje, e gjen në fund letrën që ja kishin dërguar nanës. Letrën origjinale. Në atë letër pra shkronte, detyrohemi ta përjashtojmë djalin tuaj nga shkolla, se djali juaj është i paaft për të kryer studimet. Dhe e kuptoj se çfarë nane ka pas ai, dhe kuptoj se afër vetes së tij kishte njerëz optimist. Dhe fundit që unë du me përfundu me ta që ndikon që muslimani dhe muslimanja të jenë produktiv, padyshim është lutja dhe mbështetja në Zotin.
Pra gjitha ato të cilat na I përmendim deri më tani ishin pra shkaqet, sebepet, por duhet ta dim se nuk arrijen këtë botë, besimi jonë është I ndërtuar në atë mënyrë, në atë formë që na e dim se me shkaqe nuk mundna me arrit të gjitha, pa ndihmën dhe mbështetjen e Zotit. Pasi që t'i marrim të gjitha këto që I tham, duhet që ta lutim Zotin, se ai është qelsi I suksesit. Nëse na ndihmon ai, nuk ka kush që na mposhtë. Ndërsa nëse ai bëhet kundër neve, kush ka mundësi të na ndihmoj. Prandaj duhet të jemi të mbështetur te Zoti xhaleshanu. Kështu Zoti ka mësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në surën El-Kahf, duke thënë: "Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah." Ka thënë, mos thuaj o Muhammed për asnjë punë se unë do ta veproj këtë nesër, përveç nëse don Zoti. Prandaj, pasi t'i marrim të gjitha masat, duhet mbështetja, o Zot na ndihmo, o Zot na ndihmo. Dhe më pas nuk do të mungoj edhe suksesi. Dhe Allah përmend Kur'an në gjuhën e njënit prej pejgamberëve, duke thënë: "Wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib." Dhe suksesi im nuk vjen kurse se përveç se mendimin e Zotit, atij jam mbështetur dhe vetëm prej tij kërkoj ndihmë. Nëse shohim pejgamberin Musa alayhis salam, e dini rastin kur ballafaqohet me Firaunin. I kërkon Firaunit që t'ja liroj Ben Israelit, popullin e tij, për shkak të robërisë së madhe, për shkak të zullumit të madh që I bënte Faraoni, ai njeri shumë zullumçar, njeri shumë mizor, I cili e kishte shtyp atë popull, e kishte robëruar atë popull, ndërsa vajzat dhe bijat e atij populli I nderonte, I shfryzonte ato, I përbëste moralisht. Dhe kërkoi Musa alayhis salam që t'ja liroj popullin Ben Israil, ta marrë me vete. Faraoni në fillim ja liroj, po më pas e mendoi, tha: kush tash nëse unë I kam liru, kush do të më shërbej mua, kush do të kem, nuk do të kem shërtor, nuk do të kem robër cilat mi kryen do të punët e mia, vendosi që t'i kundërvihet atyre. Dhe të mundohet t'i kthej ata prapa. Musa alayhis salam është nis me Ben Israilit, me popullin e tij. Dhe tani duke u nis, do të afrohen afër brigjeve të detit të Kuq në Egjipt. Dhe ndërun vllazën dhe motra, tani para vetes I kanë dy pengesa. E para vetes e kanë detin, ku deti dihet, nuk deti pa anije do të rezulton është barazi me vdekje. Dhe pas vetes e ka Faraonin të armatosur, do të me mjetet më të sofistikuara të asaj kohe. Dhe kjo do të thoshte vdekje, ose dorëzim, ose vdekje. Çka thanë ata cilët ishin me Musën? Thanë besimtarët që ishin me Musën, thanë Nazuni Faraoni dhe ushtria e tij. Çka tha Musa alayhis salam? Kella inna ma'iya rabbi sayahdin. Tha kurse si, me mua është Zoti im, ai do të më udhëzoj. Dhe çka? Sikur Zoti I tha Musës alayhis salam, I tha: o Musa, a shfrytëzove ti çdo sen që është në dorën tonë? Ai morë gjitha pozitat, ai morë gjitha ato sebepe dhe shkaqet për të arritur ato që synove? Po Zot. E tash vjen pyetje ndihma ime. Tha unë hapi edhe detin për ty. Bëj mrekulli. Dhe kështu pra deshti Allahu dhe hapi dhe kalun. Këto raste I ka përmend Zoti në Kur'an, nuk janë raste vetëm për të na shtuar kurreshtjen, për të na mësuar neve vetëm si tregime të dobishme, por gjitha tregimet e pejgamberëve në Kur'an janë për të na dhënë neve mësim dhe përvojë. Prandaj duhet të marrim mësim për këtyne që neve I tham, dhe kjo është e tëra që unë kam përzier sot.
lusë Zotin që të jetë e dobishme ajo që neve kemi thonë, aty ku ne ja kemi qelluar është prej Zotit Gjellëshanuhu, nërsa aty ku ne kemi gabuar është prej gabimeve tona eventuale si njerëz të dobët që jemi, por edhe nga shejtani i mallkuar. Allahu Gjellëshanuhu na boft të dobishëm për vetët tona, të dobishëm për familjet tona, të dobishëm për gjithë popullin përgjithësi pa dallim pra asnjëherë. Allahu ju shpërblet edhe një herë për dëgjimin dhe vëmendjen e kushtuar ndaj neve. Zoti ju nderoft. Allah shpëleft o gjendëruar për temën që keni përgatitur për shikuesit tanë. Amen. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, të nderuar vëllezër motra, do e marrim një pjesë shkurtë të pauzës dhe do rikthehemi me pjesën e dytë me pyetje dhe përgjigje për onjën e nderuar. Ndërsa pyetjet mund të dërgoni këtu në live stream në Facebook, ashtu dhe në kanalin tonë zyrtar të YouTube-s, ku jemi edhe në YouTube të së drejti, ku janë duke na shikuar shikuesit në YouTube, dhe shikuesit nga YouTube-ja mund t'i dërgoni pyetjet në YouTube. Ashtu dhe në faqen tonë zyrtare të Facebook-ut, nga rubrika dërgo mesazh anonim, ku mund të dërgoni nga rubrika dërgo mesazh dhe do i marrim pyetjet. Atëherë vëllezër motra, do e marrim një pjesë shkurtë të pauzë dhe do rikthehemi me pjesën e dytë me pyetje dhe përgjigje. So femi dorën e kanë zgjatë, me lot në sy janë për një kavshat. Sa shunana gjumë në sy nuk kanë, për një strelu të nditën natë. Sa shunana gjumë në sy nuk kanë, për një strelu të nditën natë. Bëhu pjesë dorës së rahmeti, nga Allahu fito bereqeti. Kush buzëqeshjen jetimit ja fal, tek Allahu ka fitim të Ka bëf mi që don me pa, me zën gjumi bu pangan, nga s'kam narin je dua me mar, e ke drit shpetim në var.
nga s'kam nari një dua me marr e ke drit shpetin në bar Bëhu pjesë dorës së rahmeti nga Allahu fito bereqetin Kush buzëqeshjen jetimit ja fal Tek Allahu ka fitim të madh Bëu pjesë dorës së rahmetit nga Allahu fuqiplot fito bereqetin Kur mësaro Kush buzëqeshjen jetimit ja fal Tek Allahu fuqiplot ka shpërblim të madh Të nderuar shikues, të nderuar vëllezër dhe motra, inshallah po fillojmë me pjesën e dytë me pyetje dhe përgjigje nga shikuesit tanë që na kanë ardhur nga rubrika Dërgo mesazh, ashtu edhe në faqen tonë zyrtare të televizionit Tani Islamin drejt për së drejti në Facebook, ashtu edhe në kanalin tonë zyrtar të YouTube-s. Atëherë o nderuar, pa u mburkohë fillojmë inshallah me pyetjen e parë që na ka ardhur anonim në messengerin tim. Po. E morëm një pyetje nga moderatori jonë, Lojon Keshkame, thotë selam aleikum, vëlla për ty dhe për hoxhën e nderuar, kam një pyetje. Një pyetje, koronavirusi a është si pasojë i mëkateve tona apo mund të jetë njëra nga shenjat e kiametit? Allah i shpërblet. Wa aleikum selam. Allah i shpërblet, faleminderit shumë. Padyshim koronavirusi, kjo pandemi e kohës sotme, është një prej ushtarëve të Zotit. Ne nuk jemi kompetent me përqendru këtë pandemi sot a është dënim prej Zotit apo ajo që do duhet ta themi është se kjo është sprovë për anë e Zotit. Për të ditë a është dënim, duhet të kemi argumente të sakta, cilat përmendin se kjo smundje është dënim. Për shkak se nëse e shohim kjo smundje si ka ardhur si rezultat, pra sikur që përmendëm në fillim, ka ardhur prej shtetit të Kinës dhe kjo është shpeshherë disa besimtar, ndoshta edhe disa prej sfetar kanë përmend, mund të jetë edhe kjo disa prej segmenteve se Kina ka qenë për atyre shteteve që ka bërë shumë mizëri dhe shumë padrejsi popullit musliman ujgur që jetojnë në Kinë, dhe si rezultat i kësaj, Zoti i ka dënu ata, duke u bazuar në hadithin e pejgamberit, men adhani waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kush ma ngusni dashurin timin, kush ma lëndoni dashurin timin, unë ati kam shpall luftë. E lufta këtu do të nënkuptonte edhe këtë epidemi. Por kjo epidemi, pra ta shohim se i ka godit edhe shumë
pej besimtarëve musliman, sikur që ka edhe në vendin tonë. Tash, a duhet ta kuptojmë edhe këto si dënim? Jo, kjo mund të jetë për besimtarët është pastrim me emrin e Zotit. Është pastrim prej gjunave nëse ata bujnë sabër. Neve kemi hadith autentik të transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur Zoti çon në epidemi dhe besimtari është durimtar në atë sprovë që Zoti godet me të, ai mund ta fitojë gradën e shahidit. Prandaj neve nuk jemi kompetent me thonë se kjo është dënim, apo pejshenjave të kiametit nuk mund të themi që është pejshenjave të mëdha, shenjat e mëdha dihet janë të përmendura 10, dalja e Dejxhallit, do të kemi atje shfaqja e Xhuxhve dhe me Xhuxhve, zbritja e Isaut alayhis salam, lindja e diellit nga perëndimi, trisha fitjet e tokës, zjarri i madh i cili do të paraqitet. Pra nuk është pejshenjave të mëdha të kiametit, por kjo sëmundje, sikur që tham, vjen edhe si rezultat i moskujdesjes të higjienës. Prandaj na si musliman edhe prej njerëzve kompetent, mjekëve, do të punojësve shëndetësor, kërkohet shumë që për ta evitu këtë sëmundje të pastrohen mirë duart, të pastrohet goja, hundet, që na elhamdulillah kemi pastërtinë, edhe pjesë është sikur që ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru shatrul iman, pastërtia është gjysma e imanit, gjysma e shëndetit. Na prej kur lindim do të lahet fëmiu dhe momenti kur vdes pastrohet, pastaj që vinoset, neve tër jetën e kemi pastërti, e kemi do të namazin e sabat deri në mbrëmje kur e falim namazin e yacis, është pastërti. Dhe ajo që kjo sëmundje ka filluar të përhapet është edhe për rezultat prej asaj që kanë shpjeguar edhe shkencëtarët, është edhe rezultat i moskujdesjes në ushqim. Sigur që e dim pra prej atje nga ka ardhur kjo, dim se të ta ka shumë ushqime që ata i hajnë pse na në fenë tonë e kemi të ndaluar, sikur që është e përmendur, pra që hajnë ushqimin e qenit, macës, ushqime do të ka tyre që pinë gjakun, e shumë që na në fenë islame kemi të ndaluar. Porosia fundit që kisha me dhënë për këtë pandemi është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka mësuar se ka thonë kur të dëgjoni se në një vend është përhapur një epidemi, ata njerëzit që janë të infektuar që janë në atë vend, ka thonë të mos dalin jashtë, por edhe ata cilët janë jashtë të mos futen brenda. Dhe pikërisht këtë hadith sot edhe institucionet tona qeveritare, institucionet tona shtetërore janë duke e praktiku, edhe nëse nuk e bojnë këto në emën fesë, janë duke praktiku, pra po e shohim vetëm në Kosovë, jam i thirrur të flas, kemi sot 3 qytete prej ku dyshohet se ka dalë kjo sëmundje, qytetin e Vitis, qytetin e Klinës dhe qytetin e Malishevës, që persona të infektuar me këtë sëmundje kanë dalë për këtyre qyteteve. Qeveria e Republikës Kosovës këto qytete ka vendosur në karantinë, pra në një izolim, që kjo do të është në përputhje me ato që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ato që desha them edhe një herë, pra duhet ta kuptojmë si sprovë, të mundohemi të marrim masat preventive, të largohemi prej kësaj sëmundje, por unë zot nëse sprovohet dikush prej neve, të mundohemi të konsultohemi me mjekun, të bëjmë sabër dhe me emrin e Zotit edhe kjo sfidë do të kalon. Kjo është ajo që unë po të përthëm. Allah shëlet o gjindërora, të remarëm pyetjen e radhës, ku thotë një vëllah, një njeri që vdes musliman e jo musliman prej virusit, ku shkon në xhenem apo në xhenet. Ju faleminderit moderator, kjo është pyetja për o gjindërora. Neve si besimtar, neve si njerëz, nuk kemi kompetenca
me tregu për epilogun e çdo kuj, se ku do shkoj për në xhenem apo në xhenet, përveç nëse deklarohet pra me fjalët e tij, me veprat e tij se cilit besim i takon. Pra bindja jonë fetare është se ai i cili është jo musliman, pra çfarë do besimi tjetër, nuk e ka besu besimin Zotin ashtu siç duhet dhe besimin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, përfundimi i tij do të jetë në zjarr xhenemit, për shkak se Zoti thotë në Kur'an, laqad kafaru alladhina qalu inna Allaha thalithun thalatha. Kjo është bindja jonë, pra kanë mohu Zotin ata cilët kanë thonë Zoti është 3. Dhe pra kjo është ajo që na e potencojmë, pra sipas besimit ton, ai i cili nuk është musliman nuk do të hyjë në parajs. Kjo është ajo që na e kemi. Dhe ai i cili vdes si musliman, ai edhe kur të sprovohet, edhe nëse sprovohet me këtë virus, pra sikur që para shtrum në pyetjen para prake që ishte, ai është kjo sprovë është pastrim për gjunave për të me emrin Allahu xhaleshan. Dhe personi i tillë edhe me këtë smundje vdesi si musliman me emrin Allahu xhaleshan. Kjo është ajo. Atëherë marrëm pyetjen e radhës së nderuar. Sot kam një pyetje, çfarë do të hoxha me bërë përket a jemi në fund të botës me gripat dhe virusit, toka po dridhet, uji po na merr, flaka në tana anët. Domthon pyetjen se ka dërguar bash qartë, domthon Po, e qartë. Po. E kuptova. Më rëndësi është t'i kthejmë asaj që thamë edhe në fillim. Pavarësisht në çdo sfidë, kjo është sfida e radhës, ka pas edhe epidemi të mëhershme të cilat kanë qenë sfidë për kohën ku kanë jetuar njerëzit, sigur që ka qenë mortaja, kolera, marrët kemi pas sfidën e gripit të shtazve, sfidën e gripit të shpesve, dhe edhe kjo është njëna prej sfidave. Pra nuk mund ti këtojmë sigur që janë shenjat në mëdha të kiametit, por gjithmonë këto janë shenja për reflektim, që neve sa më shumë të kthehemi te Zoti xhaleshanuhu, duke u munduar që ta përmirësojmë veten tonë, aty ku e shohim se kemi gabime, ta dim se duhet të kthehemi te Zoti dhe të përmirësojmë gabimet tona. Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an, porosi duke thënë, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ka thënë Zoti nuk e ndryshon gjendjen e një populli pa e ndryshuar ata vetë gjendjen e tyre. Prandaj për përmirësimin e gjendjes duhet vetë të shohim ne ku i kemi ngecjet, ku i kemi gabimet dhe të mundohemi të evitojmë ato. Por edhe në kësi momente, pra edhe nëse po supozojmë se këto gjëra janë prej shenjave të kiametit, na çka duhet ndodhemi? Edhe nëse shohim se vjen kiameti, pra porosia e pejgamberit ishte nëse kini fidan, mbille, nëse kini fidan në dorë, mbille ato, dhe kështu pra të jemi për atyre që edhe në kësi momente na të punojmë punë të mira, jo të mendojmë vetëm të vdekja, por të japim gjithmonë ato më të mirën për vetes tonë. Allah shpëlbeft të nderuar, atëra e marrëm edhe pyetjen e fundit të nderuar, personte, thot një agji thotë, selam aleikum, optimizmi vjen me vepra, por ne me shumë flasim se sa veprojmë. Na këshillo se sa duhet të veprojmë për ardhin e ndihmës së Allahut. Po. Sigur që edhe përmenda,
ajetin paraprak që lexova pak më herët, Zoti nuk e ndryshon gjendjen e asnjë populli pa ndryshuar ata vetveten e tyre. Neve për të arritur të diçka caktuar edhe krejt tema jonë ishte e përqendruar në këtë aspekt, tham se duhet t'i marrim të gjitha shkaqet të cilat na çojnë drejt arritjes së një suksesi. E pastaj të mbështetemi tek Zoti xhaleshanu. Nëse shohim edhe historinë e të kaluarës, e shohim se gjitha betejat që kanë ardhur fitore, triumfet e muslimanëve, nuk kanë ardhur për shkak të numrit të madh të ushtarëve. Thot Zoti xhaleshanu, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Ka thonë sa grupacione të vogla i kanë mujt grupet e mëdha me ndihmën e Zotit. Pra kur ka ardhur pyetje ndihma e Allahut, ndihma e Allahut për ata dhe për neve vjen kur na jemi ashtu sikur që na ka urdhëruar Zoti. Kur na nuk e dojmë njëri tjetrin për interes. Kur na nuk mundohemi që në këto momentet e krizës ti ngrisim çmimet tona. Kjo është haram që unë bëj apel që mos ta shfrytëzojmë fatkeqësinë e dikujt për përfitimet tona personale. Për shkak se këtu nuk ka vend për optimizëm. Kur ti punon jo drejt, mos prit ndihmën e Zotit. Ndihma e Zotit vjen kur ti shkon rrugës së tij, ku ai të ka urdhëruar. Prandaj ndihma e Zotit në këto momente është për gjithë ata, pra pa dallim njerëzve, duhet t'i ndihmoj me gjithë, unë duhet t'i falenderoj edhe gjithë mjekët tanë, kudo që janë nëpër botë, ata po bëjnë një punë të shkëlqyeshme, derisa gjithë njerëzit mundohen të izolohen, të mos frekuentohen me shumë njerëz, mjekët po bëjnë do të mundi më të madh, që ndihmojnë aty në persona që janë prekur për kësaj smundje, duke u ndihmuar pra neve edhe feja na mëson që ne duhet të jemi në ndihmë të secilit, pavarësisht është musliman apo nuk është musliman. Neve duhet të jemi për atyre cilët i ndihmojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar duke thënë khairun nasi anfa'uhum linnas. Ka thonë njeri më i mirë është ai i cili ka thonë jo ndihmon, është më i dobishmi për tjerët. Nuk e ka kufizuar me thonë më i dobishmi për muslimanët apo më i dobishmi për një kom caktuar, po për të gjithë njerëzimin, pa dallim rase, pa dallim gjyre, pa dallim kombi, pa dallim madje edhe feje. E fundit që kisha me përfundu me këto, ka thonë Mehmet Fatihu, që është i njohur, ai i cili ka hap Stambollin, ka thonë mos i pyetni njerëzit se çfarë feje ke. Ka thonë po pyetni njerëzit a kanë ushqim, a kanë veshbathje, a kanë pije. Ka thonë se këtë çfarë feje ke është kompetencë e Zotit. Ai do t'i pyes ata. Por ka thonë ti krye detyrën për çka ti je i thirrur. Prandaj në këto momente bëj apel që nëse kërkojmë të na vijë ndihma e Zotit, të jem në ndihmë të njëri tjetrit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Ka thonë Zoti është në ndihmën e robit të tij përderisa ai është në ndihmën e vëllat vet. Kaq. Allah shpëlbeft të gjinderuar, ishte kënaqësi që të patëm në mesin ton në këto minutat e fundit. Ju falenderoj edhe në përzemërsisht, edhe për mua ishte një kënaqësi e veçantë të jem mesin e juaj. E lutim Zotin që gjithë ata cilët janë prekur për kësaj sëmundje, Zoti t'i shëron, të vdekurit të i falë, t'i mëshiroj, dhe inshallah Zoti bën që ditët e ardhme të jenë më të mira, më të begata, më të hareshme, më të lumtura se ditët tona të kaluara. E lutim Zotin të na mbrojë neve nga çdo armik i jashtëm e i brendshëm,
E posaçërisht e lutim Zotin që për vendin ton, Kosovën ton, gjitha trujët tona shqiptare, t'i bëj vende të qeta, të sigurta, të bereqetshme dhe largim për çdo sprove. Inshallah Zoti na bën të bashkuar, të unifikuar me njëri tjetrin. Allahu mos na lash në dorën e atij që atij nuk i obligohet ndaj neve në ka mëshirë. Edhe një herë shumë faleminderit, u jam mirënjohës për mundësinë e dhënë. Shpresoj të takojmë mira të tjera për hajër dhe për të mirë inshallah. Mine u gjithë atër u gjithë ndërot të përshëndesim me përshëndetjen islamet dhe deri në emision të ashëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zoti shpëlet. Të ndërullës dhe mota, të ndëruar shikues të televizion të Tania Islamin, edhe njerë Allah shpëlet hoxhën ndëruar, hoxhën se atë kelmenin nga Kosova, ku e lusë Allah në zëgje që besoj që me lena Allah të përfitum disa këshilla, të themin disa këshilla nga hoxhë në ndëruar se atë kelmendi, ku e lusë Allah në zëgje që Allah të shpëllim me xhenetin Firdaus hoxhën e ndëruar që ka planuar ftesën që tjetë në mesin të vëllezërve motra. Atër vëllezërve motra, po qëndrojmë edhe disa minuta të ndëgjojmë disa jete kuranore nga hafizioni i nderuar Adem Ramadani dhe do të përmbyllim emisionin e sotme për sonte, rruga drejt udhëzimit deri në javën e ardhshme. Ju përshëndes me përshëndetje islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.